E sot do të ndalemi tek forca, qëndresa dhe kontributi i gruas në bujqësi, një temë që vjen në kuadër të 14 tetorit, ditës ndërkombëtare të grave rurale, e cila u shënua në vendin tonë përmes një panairi që u mbajt në kryeqytet. Aty takuam zonjën Sylbie Sahiti, e cila pas një periudhe të vështirë me sëmundje, arriti të shëroj veten përmes bimëve mjekuese. Këtë përvojë e ktheu në pasion dhe mision për t'i ndihmuar edhe të tjerët përmes mësimeve dhe produkteve të marrë nga toka. Faleminderit shumë për kohën, zonja Sylbie. Pari tregom se qysh po ndini në këtë ditë të veçantë që po mbahet për juve në këtë panair. Përshëndetje, unë jam Sylbia, mirë për ndina vetin, jam çdo herë prezent në përpanajirët. Sa mendon që po përkraheni ju gratë nështë nga zonat rurale? Jemi përkrah, nuk jemi që si jemi përkrah, po sot duhet, sa e meriton një femën mu përkrah, ju, po prap se prap, nga gratë të cilat po ndërmarrin hapat mëdhej për neve grave, sikur sot që na kanë qitë këtë panajër, edhe çdo herë nga gratë që janë e ngritin zonin për neve, e jam edhe vetë një feministe që e ngres zonin çdo herë për femna tjera, atëherë jemi ty ja dal, me ato mundësit, me fuqin edhe me pe mbledhim forcat edhe po dalëm, po jepëm sukses. Me të thonë drejtën, jam një femën që e kum lanë Gjermanien, jam këthyn këtë shtetë bukur tonin, kur nuk jam e zhgënjyne pse jam ardhë, po e falenderoj Zotin që jam këtë shtetë, edhe e falenderoj Zotin që ma ka dhanë mundësien, se pa ma dhanë Zotin mundësien s'kisha mujt me arritë që të kuja. Atëherë që sa vite merresh kështu me bimë shëruese? Unë qysh në Gjermani kum punu 7 vjetë me një firmë ku ka pas bimë dekorative, shëruesa dhe aromatike. Aty filloi nështë ideja jote për... Aty, po unë qysh për para, do me thonë edhe pa shku në Gjermani, e kom pas hobby dhe kom pas shumë dëshirë dhe të prind, kena mbjell lule, kena, do me thonë, po atje jam e kom pa që muj me gjetë vetin edhe në Kosovë. Unë e kom pa që nuk duhet një mjeri vetëm me punu për dikan, po kur i ka i mbledh forcat edhe jep vetit kurajo edhe me pozitivitet, atëherë pse mos me vazhdu në shtetin tem ku e kam tokën, ku e kam jetën, ku i kam punëtorët, ku i gjej krejt edhe me harmoni, me punë, me dëshirë, me vullnet. Unë i kom kthy edhe djempi Amerikës që janë kthy, faleminderit që janë kthy ata, po jem të bashkëpunu me ta, jemi të punu me ta, ata piktuit atje, pi atje këtu, kështu që jemi shumë falenderus, jemi mirë. Duhet mu falenderu të Zoti kur e ki ka fshatën një shnosh edhe që kjo është shëndeti. Thirrja jam është shëndeti në radhë, por e të një tjera të vinë. Tregom që shi përgadit këto? Këtu qajrat i zim, i grumbullojmë edhe i përpunojmë, po do me thonë na kemi edhe prodhem të bimve, kultivim tyne, po edhe grumbullim. Atëherë na këtu i grumbullojmë edhe i kemi recetat të cilat i kemi nxjerrë, edhe tash po japin shumë efekt. Shembull, çaji i strecit, i hemoroideve, i mëlçijes, i diabetit, kemi shumë falënderime. Kemi kërkesë edhe jashtë me dërgu, po momentalisht nuk po janë mundësit e transportit edhe disa gjana. Pra, licencat e këto po duhet shumë punë. Sa të bën lumtur fakti që këto qajra i ki krejt bio prej tokës, do me thanë tonde, që nështë është shumë, nështë është edhe vështirë me i përgadit, edhe është lip kujdes shumë të vazhdueshëm. Unë jam shumë e lumtur që kom arrit mas pari me shëru vetë vetën, burrin, e shoqni, e familjar, e pastaj ka shku vazhdimsi. Po, gjithmonë bio e mbron shëndetin, për ata e kemi dhe sloganin që prej gjanave bio, prej tokës tonë, prej venit tonë, edhe kur i nje njeri edhe kur ka pasion, atëhere jam shumë e lumtur që kom arrit me i qitë qiton shishe ose qiton kavanoza, se krejt janë gjithë qka bio. Tregoni pak efektet, për shembull të këtyre edhe këtyre se çka mujnë me shëru për me i ditë qytetarët. E kam qajnë diabetit, ku kam klienta me 5 insulina ka orë dhe ka morë dhe sot nuk ka. Kam falenderimet të
të gjondrat, të cistat, të prostata, radha e parë prostata ka qenë. Do me thonë lukthi, tumori, vinë melqia, vinë, do me thonë përveç veshve edhe syve që nuk du mi përek, se nuk është profesionia, atëherë këto gjonat i kemi krejt. Edhe kështu që... Si arritën është ta me imësu krejt këto për me i përgadit këto qajra dhe... Ndërune, edhe në Kuran shkruan lexo mëso. Edhe ai që lexon edhe mëson edhe i ndjek qito edhe kryen praktik, atëherë kime arrit suksesin se kur e provon për veti, jeni mirë edhe je shëru edhe je total mirë, atëherë edhe në familjar e tani vazhdon tjetër. Si po shkojnë çmimet edhe a je lumtur në shtan këtë ditë, ke do të thonë të shitura, po vinë qytetar edhe po të pyesin se në shta për krejt produkte se që ke përgatit? Normal jam shumë e lumtur, ka shku puna mirë, çdo herë është mirë, edhe te shtëpia kam mirë. Te shtëpia e kam çdo herë. Ke tokën tonë atje? Kemi tokën tonë, me kthimin nga Gjermania, na tashmë i kemi ofër 5 hektar tokë, a ju më kanë me 20 orë. Po, me punën, me kurajon, me ndihmën e fëmijëve, që janë kthyer dhe kanë punuar në Amerikë, tash jemi top qysh e lyp. Unë për veti i tham Zotit faleminderit, kom lyp pak ngellon shumë. Kom përgatit salatë për shembull është e patligjona, ki djeks, ki pa djeks për shembull, kjo kushton 3 euro, që apo do të djeks apo pa djeksash. Po, e dashur sot edhe do të thonë tregu mobil, po edhe ky panajer. Pesha interesimin më të madh këtë ditë të qytetarëve? Po, më i madh është. Nëse po edhe pse na mishtrit e tuni kem non stop aty në ato, amo dhe është kanë pa panairin e ndart për me, se kanë shpall për shembull më herët që është panairi madh me 14-ën bazmi për krograt, edhe i ndarë dhe sot është do më thonë më i madh, pak interesimi veç. Ke parë nështa gratë të tjera, nështa shoqe të reja këto në këtë ditë, nështa që ma herët nuk i ke taku, edhe i ke parë nështa se me qka kanë dalë me prodhimet të tjera. Sa ju bënd lumtur juve si gratë që jeni ofër njëra tjetrës? Shumë, sidomos se unë kam gratë me Mitrovice shoqe, kam Podujevis, kam Kamosët që janë kam për shembull me neve kam punu vushtëri sekret, edhe i kanë tërheq për i tregut mobil, kështu që ratë që ka hanë një fjorë popullore ratë deka o pomë edhe në ratë panairi i pomë se moti që këm po dë, i përshëndes bërë që se këm po moti këto. Po fitimet në fundit janë shumë të mira në bujqësi? Ja, janë të mira, po dhe janë të lotshme shumë. Se për shembull të ishte e që i ra bura, krejt që e kemë pusht hopër një ka në zonë. Po, të kanë dëmtu? Po, i kanë zonë me pjepna, me krejt që i këm pas pusht hopër, po, në sera apet ju, një lasik më ka qky, po, kanë ndërmarrë masa në shta komuna, apo... Lasë që më shku mu, lejmë u heq, e qita e larë se... Qa me bo, thashtë, shmaton, kësi heri... Me forcat tua? Po, me forcat mija, pa ndirë se sërë kom pos dome, normal që më nga kam përkroj, kej, po kësi heri t'i qyshe... S'kisha ko më shku më merë... Bora ke pa pritër për krejt fermert? Po, bora... Për krejt qytetar, po për fermert mësë shumë të i përshkak që ende ka qenë është edhe vjelja, sezona e vjeljes edhe i ka prish, ka dëmtu pak. Normal, po, apet si të qovë, na me sas mëjna më shty mira. Edhe së dërzonim. Qatë na ka caktua loj, na ju më dërzu, ju sa të ka unë për e një, ju.